Shoqata ndërkombëtare e transportuesve ajror ka vlerësuar aplikimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës në përputhje me standarde ndërkombëtare dhe i ka vendosur kodin për aeroportet dhe shitjen e biletave VLO. Zëvendës kryeministra dhe njëherëzi ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka ndarë lajmin. Shoqata ndërkombëtare e transportuesve ajror është niveli më i lartë i udhëtimit me avion sipas standardeve globale, me kompanitë ajrore më të fuqishme, me çmime të favorshme dhe më të lira se në faqet e tyre zyrtare, dhe për këtë duhet akreditimi i Agjencisë së Udhëtimit nga Shoqata Ndërkombëtare e Transportuesve Ajror. Kjo u lejon agjësive të udhëtimit të shesin bileta në emër të kompanive ndërkombëtare ajrore lider në tret. Pak ditë më parë, zëvendës kryeministra Balluku tha se në ditët e para të muajit maj, Air Albania do të bëjë fluturimin inaugurues duke prekur pistën më të madhe në Ballkan prej 3.2 kilometrash. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës pritet të shndërrohet në një tjetër port të madhe për të gjithë vizitorët që zgjedhin Shqipërinë për ta vizituar dhe për të pushuar, duke sjellë dhe shkarkim të fluksit të lartë të lëvizjeve ajrore nga aeroporti i Rinasit. Aeroporti i Vlorës do të jetë porta e hyrjes në jugun e Shqipërisë dhe porta e zhvillimit të turizmit, i cili do të funksionojë me mbi 3 modele biznesi: aviacionin civil, mirëmbajtja e avionëve dhe një kargo e mirëfillt, dhe do të shtrihet në 22 metra katror terminal.